Do të folim tash për funksionet që kanë të bëjnë me datën dhe kohën. Do t'i përmendim vetëm ato që janë më me rëndësi. Shkrimi i datës, shiqoni, këtu nga definon se është general nuk e ka identifikuar Excel se është datë, kurse këtu e ka identifikuar se është datë. Unë e kam sistemin amerikan, muj, data dhe viti. Këtu mundi me i përdor, me gjithë këto masi, të datës, ne do të ndalemi vetëm në ato që janë themelore. Kemi tash viti, muaj, dita, dita e javës, data momentale dhe data dhe koha momentale. Viti e thirrim funksionin year dhe e marrim datën, e mbyllim klapën, e kemi 2019. Muaj e marrim funksionin month, e marrim datën, e mbyllim klapën dhe e kemi past. Dita e thirrim funksionin day, prej kësaj date që e kemi këtu dhe e definojmë 26. Dita e javës tash është weekday, e hapim klapën, thonë nuk ta pranoj këtu se nuk ja kemi vuni barabart për para, e tash na pranon, e mbyllim klapën dhe tash e kemi 5, do më thonë, është e ejte e 5, e premte e 6, e 7, do më thonë e 7. Data momentale e kemi me komandën data momentale, e kemi e thirrim funksionin today, pasi s'ka argument vetëm i lëm në klapa dhe e fitojmë tash datën e sotshme, kurse data dhe koha momentale është new, edhe kjo nuk ka argument, shkojmë poshtë dhe tash kjo na paraqitet kur gjërësia nuk mjafton për mu shënu të gjitha shënimet, do me thonë 17.3. I pa disa rastet e paraqitatës. Po në qoftë se tash vlera që ne e marrim të aplikojmë në funksionet për datën dhe kohën nuk është vlera datës, sigurisht që Excel ka me na paraqit gabimin, do me thonë. Për marrim year prej vlerës parë, të cilën e pam se nuk është data. Thonë, pasi që nuk e ka identifikuar si datë, atërës a na paraqet këtë lajmërimin që na tregon se kemi të bëjmë me gabimin e caktuar.